رسول الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد خير خلق الله محمد خير خلق الله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahu xhaleshanuhu, atë e falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Nga ky vend I dërgojmë salavatet dhe selamet tona Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Fillimisht e falenderojmë Hafizin e nderuar që e bani këtë hapje të kësaj ligjërate sonte me fjalët më të mira, fjalët e Allahut dhul xhelal. Njëkohësisht shfrytëzoj rastin që t'ju falenderoj dhe t'ju përgëzoj juve si shoqat bamirësa të Hasanbegut për iniciativën e organizimit të ligjëratave fetare, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që t'ju shpërblen me të mirat e tij të pakufishme. Çdo mend se për këtyre ligjëratave do të keni dobi ju, rinia dhe gjithë ata të cilët I përcjellin këto ligjërata. Unë sonte do të mundohem t'i them disa fjalë lidhe me një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I cili është I ndarë në 5 pjesë, shfrytëzoni thot 5 zora para 5 të tjerave. Transmetohet nga Ibn Abasi radiallahu anhu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një rast ka thonë
shfrytëzojnë e rinin tuaj para se t'ju arrijë pleqëria. Kohën e rinis, disa për jush keni fillu të shijojni, disa për nesh që kemi kalu, disa të tjerë e kanë kalu moti. Është periudha më e mirë që e ka falë Zoti dhe na i ka dhënë dhurat Zoti Dhul Xhelal secilit prej nesh. Do ta shihni jetën e ma të qeshme ju të ri, se rinia ka qenë koha më e mirë që keni mujt me shfrytëzu. Dhe jo rastësisht, sulmet më të mëdha ekzistojnë të rit, te devijimi i trive, se ato që miren me alkool, se ato që miren me prostitucion, se ato që miren me kumar, se ato që miren me bizniset flishta, mundohen rinien me naj deviju. Rinia është pjesa më e mirë e secilit kom. Sa ma të edukume ta kemi rinin frimën islame, qaq ma shumë do ta kemi kombin në të ardhmen të fortë. Sa ma dob ta kemi rinin tonë, qaq ma dob do ta kemi edhe popullin tonë ose generatat që vinë pas nesh. Gjithashtu, nëse e shfletojmë historinë islame, ati do të hasim edhe në Koranin famëlar, edhe në hadithet të pejgamberit a.s. se gjithë pejgambert në kohën e rinis kanë posë sprovat e tëre. Ibrahimi a.s. ishte ai cili i besojke Zotit Dhul Xhelal i vetëm, nuk kishte kërkush tjetër që i besojke. Dihet historia tash mos hi historinë e besimit ti, po Zoti Dhul Xhelal e përgatiti për pejgamber. Një natë shfrytëzoi momentin kur gjithë banorët ishin largue prej vendbanimit, e shfrytëzoi momentin që ti theje zotrat e rejshëm idhujt që kishin ndërtu baba i vet. Baba i vet profesioni kishte ndërtimin e idhujve. Sikurse baballar tonë, janë i mirët me bache, një tjetër e ka një zanat tjetër, një tjetër një zanat tjetër. E baba Ibrahimit a.s. e kishte zanatin që ti ndërton idhujt, në cilët njerëzit i bëshin sejtë, i bëshin rutju, luteshin për ta. Dhe një natë Ibrahimi a.s. e shfrytëzoi këtë moment i ri. I mori thej këtë idhujt, këtë putat, edhe sakicën javari më të madhe. Kur erdhën njerëzit, u hutun, tha ku që ka bon këtë bet. Ibrahimi a.s. ju thëke vetëne, po ki nuk fol. E po si i besoj një dikuj që nuk fol? I ri ishte. Një të nxojnë kemi dhe të Ismaili a.s. Allah Dhul Xhelal e urdhoi Ibrahimin a.s. pasi që e pat premtu Ibrahimi a.s. se nuk ishte fëmijë, e urdhoi që ta there kurban birin e tij. Kur erdh çasti, kur erdh momenti, Ismaili a.s. nuk ju dhim trupi i tij, nuk ju dhim jeta e tij. Por çka i tha babës? O babë, nëse është urdhën i Zotit, çoj urdhën në vend. Të tillë ishin të rit, që i pas gjithë Zoti Dhul Xhelal si pejgamber. Gjithashtu, Jusufin a.s. e kemi shembull për moral. Jusufi a.s. ishte një pejgamber të cilin Allahu Dhul Xhelal përveç shumë cilësive tjera që ja kishte dhënë, ja dha edhe një zbukurim të madh, një bukuri të madhe, saqë bashkëshortja e faraonit ju drejtu dhe i tha se më kaq njerëzu ose i ngjiti ftira Jusufit a.s. Mirë po, Jusufi a.s. që i ri e përballoi këtë fitnë. Hangre dhe burg, ishte disa vjetë në burg, për padrejtësinë, zullumin që ja banën. Mirë po, nuk u lohat nga rruga që duheshte thire për hir të Allahu xhaleshanuhu. Gjithashtu edhe Musa a.s. nuk ishte plak kur e filloi misionin e tij, edhe ishte i ri. Ju kundërvu një njeriu i cili në historinë e njerëzimit është njeriu më i keq që ka ekzistuar, faraoni, i cili e pas shpall vetën Zot. Ishte Musa a.s. i cili ju kundërvu me të gjitha metodat e tij, vetëm e vetëm ta zbaton urdhnin e Zotit dhe ta dërgoje vendin e tij, ta dërgoje amanetin e tij në vend. Dhe thashtu shembullin më të madh na e mormi tek Muhamedi a.s. Te Muhamedi a.s. e mormi frymëzimin.
sepse si i ri Zoti Dhul Xhelali përgatiti për një mision shumë të madh. Dhe sot ky mision ka ardhur edhe në dirë tona, në shtëpitë tona, në zemrat tona. Sot falë Zotit i kemi shiju edhe na këtë besim ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kisi i ri ishte ai i cili e fitoi në emrin El-Emin i besueshmi. Sepse kur shkoi si i ri në moshën 25 vjeçare në tregti, ishte i besueshëm. Dhe nga besueshmëria që e kishte, ata janë gjitën emrin El-Emin. Gjithashtu, historinë islame kemi edhe shumë të tjerë, shumë të pejgamberit alayhis salam që u rritën në këtë frimë. Ebu Bekri radiallahu anhu ishte 37 vjet kur e pranoi fenë islame. Pastaj Omeri radiallahu anhu ishte 27 vjeçar, Uthmani radiallahu anhu 34 vjeçar, Aliu radiallahu anhu 10 vjeçar. E kështu me radhë shumë shokë të tjerë. Po edhe historinë islame mos Muhamedit alayhis salam, nëse e shfletojmë dhe nëse e shikojmë, ati do të hasim se shumë të ri kanë marrë misione të mëdha në supët e veta. Është Salahuddin Ejubi, i cili e ka çliru Kutsin, i ri. Konstantinopolin që i thojnë këto edhe ne që i thojmë Istanbul, Islambul, i çliroi Sultan Fatihu, i ri ishte edhe ai. Dhe kretë këto shembuj janë frymëzuar dikon. Ku? Te Kurani famëlar dhe te Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në rast pejgamberi alayhis salam është një hadith që e transmeton Imam Muslimi dhe Imam Buhariu ku thot pejgamberi alayhis salam: "Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillin yawmun la dhillun illa dhillihi." Janë 7 grupe njerëzish që do të jenë në hijen e Allahut xhaleshanuhu, atë ditë kur nuk ka hije tjetër jashtë hijes së Allahut xhaleshanuhu. Atë ditë secili kërkon hije. Sikurse na verës që kërkojmë secili prej nesh një hije të vlladik me dikon. E në ditën e gjykimit secili prej nesh do të kërkojë një hije. Që to 7 grupe do të jenë ata të cilët do ta shijojnë këtë hije. Ve shabun neshe fe ibadetillahi taala. Mesin e tyre është i riu i cili e rrit vetveten e vet duke e adhuruar Allahun xhaleshanu. Lumja i cili e edukon vetveten e vet qish i ri tjetë edukum me të vërtetat islame. Lumja i ri i cili veten e vet e ka në namaz. Lumja i ri i cili veten e vet e ka në Ramazan, në agjerim. Lumja i ri i cili veten e vet e ka në leximin e Kuranit. Lumja i ri i cili e ka veten e vet në dhikrin ndaj Zotit xhaleshanu, salavatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mirësi më të madhe dhe nuk mund shpjegohet kjo përveç se të shijohet vëllezër të dashëm besimtar. Gjithashtu Ibn Mesudi radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast ka thënë: ditën e kiametit nuk ka me lëviz kamba e njeriu pa dhënë llogari për 5 gjëra. Një thot si e ka kalu jetën. E dyta si e kaloi rinin. E treta si e fitoi pasurinë. E katërta si e shpenzoi pasurinë. Dhe si punoj me ata që e mësoj. Çka punoj me ata që e ka mësu. Nga kjo mund të kuptojmë vëllezër të ndershëm besimtar, se llogari kemi me dhënë për jetën tonë si e kemi kalu. Se ne nuk besojmë në ata se rastësisht kemi ardhur në dunjë. Secili prej nesh është një krijesë e Zotit që ka qëllim të ardhes në këtë botë. Nuk kemi ardhur rastësisht, s'na ka pru leki neve këtu. Neve nuk na ka pru rasia këtu. Po na kemi qëllim, secili prej nesh. Mos ta anashkaloj vetveten dikush që se valla unë jam i parancishëm këtë çështje. Jo. Zoti ka kriju dhe kije mision tonin në ardhin në dunjë. Nuk është thjesht hoç, edhe e fiton xhenetin. Do të hoxha nuk mund të hiç të afrohet xhenetit. Me profesionin hoç ose e fiton xhenetin ose e fiton xhenemin. Me profesionin që të ka darit Zoti në këtë dunjë, mund ta fitosh ahiretin, mund ta fitosh xhenetin. Por mos Allah mund ta fitosh edhe xhenemin. Rinin si e kaloj? E kaloj në ibadet tek Allahu xhaleshanuhu, apo nal shkojnë në këtë klub, nal shkojnë te ai klub, nal shkojnë një herë ka çiki futboll, nal ka çaj futboll, nuk jemi kundër futbollit. Nuk kemi mos keq kuptohemi, nuk kemi kundër argëtimeve që janë të lejuara në fenë islame.
Mirë po, ta në jetën ta kalosh, ta në rinien ta kalosh me gjonat kota, ta në rinien ta kalosh mos me ditën, sot i ki bo 18 vetë mos me ditë me lexu Koran, mos me ditë me lexu edhe shkronjat për fatkeq. Gjenerata vinë të udopsu, për arsye se jemi largu nga e vërteta të cilët duhet ta ndjejë se cili prej nesh. Pastaj për pasurinë, se cili prej nesh kemi me dhon llogari se fiton. Nuk jemi nga ata të cilët edhe nuk duhet të bëhemi nga ata që themi haq se me rëndësia të kem parën, edhe dikush që ka sinimin të mbledhë parë. Ama është halal, është haram, ati dhe më thonë nuk ja nënveqin shumë. Mirë po të Zoti ka llogari. Si e harxhon? Më thonë e fiton ama, si kimi harxhuat pasuri? Shifët si ku e harxhon. Nëse harxhon në rrugë të Zotit, nëse e harxhon aty ku është razi Zotit, çdo mend se kemi pas probleme. Po nëse e harxhon aty ku nuk është razi Zotit, do kesh gjithsesi se dënime nga ana Allahu xhaleshanu. Dijen të cilën e kemi. Kujdo Zoti e ka darit me një dije të cilën tjetri s'e ka darit. Ti e ki një dije që unë se kam, unë e kam një dije që ti se kije. Mirë po, a do të më shujt atë dije që kemi jo? Do të veprojmë, do të punojmë ma dije. Nesër largohemi nga kjo botë dhe do t'ja lëmë dikuj atë dije, nëse dojmë kemi para Zotit Dhul Xhelal shpërblime të cilat na i premton Allahu xhaleshanu. Pastaj vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thotë se shfrytëzoj shëndetin para se më ardh smuja. Dhe në këtë rast, në një këshill tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se shumë njerëz nuk i shfrytëzojnë dy të mira, shëndetin edhe kohën e lirë. Dhe na shpesh herë këtu e kemi një problem, mendoj që me të madhe përdorim ndoshta edhe pa vetdije, sidomos kur smumi. Zoti e ka shkruajtur. Na nuk rrumi hiç. Na tash është koha e dimnit. Hajde dalmin majisa të dash. Hajde dalmin shorca, rinia kanë merak, më shumë shorca. Hajde në shorca tash dalmin. Edhe usmun e kush? Ja, Zoti e ka shkruajtur, kaderi i Zotit. Mos ta keq përdormi kaderin e Zotit. Duhet t'i besojmë kaderit e Zotit. Sikur si një grup kur shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte në Medinë, edhe i veti pejgamberi alayhis salam se kishte traditë i vetë njerëzit kur shkojnë me vizitu me çka erdhe, me çka u thove. Ja Rasulullah tha erdhëm tha me deve. Ku i la devët? Tha Rasulullah ja lam Zotit t'i ruaj devët. Po a keni lidhje? Jo, po tha, lidhni pastaj mbështetni te Zoti. Do thon, ne të kujdesemi një herë për shëndetin ton, pastaj të mbështetemi tek Zoti xhaleshanu. Ti mormi sebepet të cilët do t'i mbore secili prej nesh dhe do të interesohet secili prej nesh. Vjen smuja el hikmillah, s'kemi ku shkojmë, na atë do të vërtet mbështetemi te Zoti, po mos shkojmë nga ajo anë se Zoti e ka shkruar çështu edhe mo të kajmë si çiçana. Jo, kërkoje ilaçin, kërkoje deri në moment fundit sepse Zoti mas pari e ka kriju ilaçin, mos e ka kriju smujën. Ilaçin deri në moment fundit secili prej nesh e kemi për borxh me e kërku. Urtësi që fshen nëse Zoti Dhul Xhelal na i dërgon një smundje. Smundja është fshirje për gjunaat që personi ka vepruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, çdo gjë që godet muslimanin, qoftë lodhje, qoftë smundje, qoftë siklet, qoftë breng, qoftë lëndim apo pikëllim, mandje thotë edhe nëse i ke një therr në kam, ata vetë Allahu xhaleshanuhu ka me shpërbli duke ja fshin gjunaat. Ka begati e madhe. Begati e madhe që na jep Zoti Dhul Xhelal, që na i mundson Zoti Dhul Xhelal. Pastaj transmetohet se Fudal ibn Iliad ju drejtu një herë një njeriu dhe i tha që sa kohë je në këtë botë ti. Ai ju drejtoi dhe i tha se jam që 60 vjet. Ju drejtu ki Fudali dhe i tha që 60 vjet ti po u thon me taku Allahun Dhul Xhelal dhe mo pas ka orë kafuni. Atëherë ai ju drejtu dhe i tha inna lillahi ve inna ilaihi rajiun. Jemi te Allahu xhaleshanuhu dhe tek Allahu xhaleshanuhu do të kthehemi. Kjo është sure Al-Baqara ajeti 156. Atëherë Fudali ju drejtu dhe i tha e di komentimin e këtij ajeti që ti e thave para mu. Kush e din se është rob i Zotit dhe do të kthehet tek Zoti xhaleshanuhu,
le ta kuptojë mirë se ai është përkohshëm këtë dunjë. Le ta di se jeta e tij është e përkohshme. Kanë jetu gjenerata para neve. Mirë po sot nuk i kemi. Edhe neve na ndodh njësoj. Ashtu sikur se kanë shku baballar tonë, nanat tona, edhe ne do të shkojmë një ditë. Po lumjari i cili e kupton qëllimin e ardhjes së tij në këtë dunjë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon dhe thot: shfrytëzojeni pasurinë para se më ju ardhën varfëria. Allahu dhul Jalal në surën At-Tagabun thot: inma amwalukum wa evladukum fitnatun wallahu indahu ajrun adhim. Nuk ka dyshim se pasuria e juve, fëmijët tuaj, ja vetëm sprovë, ndërsa ajo është tek Allahu xhaleshanuhu është shpërblim i madh. Veç ajo çka te Zoti. Tjera këtë janë sprova. Ka dhënë Zoti evlad, sprovë. Ka dhënë Zoti pasuri, sprovë. S'ka dhënë evlad, sprovë. S'ka dhënë pasuri, sprovë. Vetëm lumja i cili e kupton se në çfarë forme Zoti xhaleshanuhu e ka sprovu. Ajo çka duhet prej nesh, duhet t'i themi Zotit xhaleshanuhu elhamdulillah. Ke sprovu me evlad? Elhamdulillah. S'm ke dhënë evlad? Elhamdulillah. Më ki sprovu me pasuri? Elhamdulillah. Më ki sprovu me fukarallëk? Elhamdulillah. Duhet t'ja dim shëqir Zotit, falenderus, duhet jemi natë e ditë Allahut dhul Gjelal. Transmetohet se njëherë Ibn Semak Zahid i ka thonë Hulefaj Rashidinit, Harun e Rashidit, derisa ishte të e pi një gotë me ujë, ju drejtu dhe tha: o emirul mu'minin, nëse do të ishe i etur, edhe nuk kishte me të lënë dikush me e pi këtë gotë ujë, çka kishe bën? Ju kishte drejtu dhe i ka thonë: do t'ja ifsha gjimsën e pasurisë time. Mirë, por në rast se të ndodh e kundërta, ndodh një problem në trupin tanë, nuk mundesh me dalë jashtë. Çka kishe bën? Thot, këtë pasurinë e kisha dhënë. Problem? Me pas me shëndetin, vetëm ato që kanë problem me shëndetin din këtë. Dhe i kuptojnë këtë më mirë. Thot, këtë pasurinë e kisha dhënë. Atëherë i drejtohet dhe i thot: o emirul mu'minin, nuk ka dobi për pasurisë e cila nuk vlen më shumë se një gotë ujë dhe një lirim i ujit. Këtë pasurinë për e, për çka? Për mu liru për i ujit. Andaj, kemi nga ata të cilët e kuptojmë vlerën e kësaj. Transmetot një hadith, e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimu se të Ben Israel kanë qenë 3 persona fukara. Zoti dhul Gjelali ka sprovu edhe me smundje, edhe me fukarallëk. Njoni ishte pile broze se smund, qetri ishte qel, s'kishte flok, qetri ishte qor. Allah dhul Gjelali në formën e njeriu të dërgoj Gjibrilin a.s. i cili u paraqit të i pari, i cili kishte smujën e lebrozës. Smuja e lebrozës është smujë e lëkurës. Edhe ju ka drejtu dhe i ka thonë se çka don ti. Ama nuk i ka kallëzu se është melek. I ka thonë, nuk du kur gjo prej teje, vetëm se që kë smujë të më hekët. Thot, smujën po kismet, po kërkoj edhe diçka tjetër. Plus diçka. Atëherë, tha, po mbjep të kem diçka. Edhe pasuni jep një deve. Për asoj devës, u shtu devet e mdoja. Shkoj t'i ki tjetri të dyti, i cili s'kishte flok, ju drejtu, tha, vetëm flok të më vinë. Se ti ta shije berber ma mire e kupton këtë pjesë. Ato që kanë probleme, dhe më thë, se cili prej nesh kemi ka një problem. Asnjoni prej nesh dhe mos thoj me di se one nuk kam nevoj për kur gjo, kretë kemi nevoj për diçka, kretëve na mungon diçka. Edhe kur ju ka drejtu këti, thot veç flok njëpsh. Tha përveç flokve çka do që të sen. Edhe pak pasuni, edhe ja e vetëm një lopë. Ti i treti i cili ishte ishte i sprovum qërë, ju drejtu çka do në ti? Oje, tha veç si të më vinë kur gjo s'du tjetër. Atëherë, Allah dhul Gjelal ja dha sin, edhe ja dha një dele. Asë një kohë, mas disa viteve, peshe, faj me deve, plot ka bënë. Plot deve, a shumë. Shkoll bëhet si fukarake, me laqa. Se Zoti e qonë ta sprovoje
aja ka ditë vlerën Zotit Dhul Xhelal. Dhe i drejtohet i thot, a ki mundësi me më dhonë diçka se më zori kam punë. Këti, i pari i cili ishte me smundjen e lebrozës, kur i kërkoj ke, i kish hip flatrat, si këse shumë pasonik tonë, edhe ju hipin flatrat, kujtojnë se krejt botën e kanë bisupet e tëre, kur ju drejtu, tha, ja, tha, pasonin vete kanë fitu, ja, tha, mos mu pas mu në kur s'mrish na që. I nuk i kalzoj se ashtë i dërgum i Zotit. Nuk i kalzoj se jam me laqe e Zotit. Krejt pasonia i shkoj edhe ju këthi smuja. Te i dyti kur shkoj, i cili e kishte smundjen e tramis flogët, kur ju drejtu, ja, me thonë, tha, e disa mund kam mund që sa vetë me këto lopë, s'muj me thonë, kur gjonë. Edhe këti e kthe, edhe fukara, ja kthe edhe flogët, si i ka pasën, qele boni. Të tretit kur ju drejtu, dhe i tha i cili ishte qorë, dhe e tha, kjo ketë është të Zotë. Unë e kam pas situatën shumë keqë. Unë nuk kam pa kur jam konën ma herët. Edhe këtë pasuni se kam pas, Zoti më ka dhonë. Merë sa dush. Ti ashtoj edhe qash pasuni. Nga ky mesazh, nga ky tregim, na shpjegohet dhe morëm mesazh shumë të fuqishëm vëllezër të nderuar. Cili është mesazhi? Se duhet t'ja dim faleminderit Zotit. Atë sa na ka dhënë Zoti, ne duhet jemi nga ata të cilët e shfrytëzojmë dhe morëm pjesë aty ku ka nevojë dhe aty ku kemi mundësi. Pastaj hadithi pejgamberit alayhis salam është, të shfrytëzoj kohën e lirë para se të zihesh me punë. Për kohën vëllezër të ndershëm besimtarë, kemi surën që e përmenda në fillim, është sura El Asr, ku Allahu Dhul Xhelal betohet në kohën, thot vel asr, pasha kohën. Problemin më të madh kemi na besimtarët me kohën. Problemin më të madh kemi me kohën, edhe pse ti mormi krejt të ibadetet i kemi të lidh me kohën. Namazin e sabajt ka kohën e caktuar. Namazi i drekës e ka kohën e caktuar. Namazi i qinis e ka kohën e caktuar. Namazi i akşamit e ka kohën e caktuar. Namazi i yatsis e ka kohën e caktuar. Nuk mund me fal na ku dojmë. Apo? Pastaj Ramazani ka kohën e caktuar. Ne mund me ninu të hanë tente. Edhe për ditë mund me ninu. Po kohën e caktuar kur muaj Ramazanit ne kërkon Zoti. Pastaj haxhin e ka kohën e caktuar. Dhulhijhe nuk mundesh me kur të ndaj këtë nalt shkojnë ta bëjnë haxh. Jo. Tash mund me shku me vizitu Ka'bën, mund me bë umre, ama haxhin nuk mund me e krije kur të ndaj neve. Do thonë, këtë janë me kohë të caktuar. Dhe para mendo transmeton një dietar dhe thotë se kisha me taku një jo besimtar. I cili ishte i perëndimit. Mirë po, kishte studiu thot për Islamin. U valova. Edhe u përshëndetëm vetë dhe mu drejtu, tha, a e fal namazin ti? I kallzova dhe i thash, po be, fali namazin. A e kisos haxhin ti? Po e kam sos haxhin. Po Ramazanin e ninon, po edhe Ramazanin e ninoj. Ditën e xumon, shkon në xhami ti, a e fal xumon? Po sigurisht që e fal edhe xumon. Atëherë tha mu drejtu dhe më tha, është e çuditshme puna e juve muslimanëve. Feja juve ju obligon me disa gjana, cilët për fat keq ju muslimat i keni neglizhu, i keni largu. Më thonë, namazin e ki caktum, Ramazanit caktum, haxhin e caktum, namazin e xumos caktum, ti vanohesh. Aq se ka vakt, aq se më pretaj. Dhe rastisht Zoti Dhul Xhelal është betu këto në kohën, ku thot velasër. Zoti nuk betohet si na pasha nanën, pasha babën, pasha ketë, pasha atë. Në fe, sipas fesë islame, betimi bëhet vetëm në Zot. As në pejgamber s'ban mu betu. Se shpesh i shoh do di betohen pasha çiketuin mos më xhit për avdes. Aja betimi kot. Betimet ti bën në Zot. Na duhet me dish më shumë ti Zotin. Nuk bëhet as në bab, as në nan, as në ujë. Do thonë betimi duhet bëhet në Zot. Dhe betimi të Zotit nëse i shfletojmë e shohim, Zoti Dhul Xhelal betohet diçka shka shumë e shtrenjtë. Vel asr pasha kohën, innal insana lafi khusr. Vërtet njeriu është me një humbje të sigurt. A thu këtë njerëzit jemi në humbje të sigurt? Zoti e shpjegon më tani na thotë illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Me përjashtim të atyre që kanë besu dhe atyre të cilët bojnë vepra të mira
të cilët e porositin njëri tjetrin t'i përmbahen të vërtetës dhe e këshillojnë njëri tjetrin që janë të sabërlit, janë durueshëm. Këto janë shpëtimtarët. Atjerë që jashtë kësaj përmend Zoti Dhul Xhelal se janë të humbur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përmend pjesën e fundit dhe thot se ruje ose shfrytëzoj jetën tone para se me ardhen vdekja. Dhe shpesh herë na do të jemi nga ata të cilët e shfrytëzojmë jetën tonë sa jemi në dunjë, sepse vjen një moment që kërkosh se dim kur është ai moment, vjen vdekja. Dhe nëse besimtarët besimit islam i besojnë vdekjes hak, ajo një ditë vjen. Dhe lumja i cili e përgatit vetën për këtë ditë. Sepse kemi një porosit për pejgamberit alayhis salam, do të vdesni qashtu që keni jetu dhe do të ringjallni sikur keni vdekur. Ki jetu me shahadet, ki jetu me namaz, ki jetu me Ramazan, ki jetu me bamirësi ndaj prindërve, ki jetu me punë të mira, vdekja ndryshe nuk gjen. Po ki jetu me alkool, ki jetu me punë të liga, e punë të liga, mos prit se në safin e parë nuk zën vdekja ti. Nëse jetojmë me din këtë formë. Si ti bojmë hizmet, qashtu edhe na gjen vdekja, andaj lumja i cili e shfrytëzon momentin që vdekja ta zonje me punë të mira, me vepra të mira, me avdes, me namaz, me Ramazan, me bamirësi, e duke i këshirë prindet, e duke i këshirë familjen, e kështu me radhë, sepse gjihadi më i madh është me i këshirë familjen, me i këshirë evladët, me i këshirë të afërmit tonë, kjo gjihadi më i madh. Du të daj me juve edhe 2-3 ngjarje dhe do e përfundoj. Transmetohet se një njeri kishte pa ëndër se po hecke në përmal të Afrikës. Mirë po, që mirë e ka pa ëndër. Edhe lisat gjatë, ka pa lumej të ndryshëm, mirë po pas ti pengaren një luan. Tu hiki njeriu prej luanit, shkon e bemi një grop, bemi një bunar. Mirë po, atin bunar s'para atot, atin bunar penguc një gjarpën, s'pele rahat, pengacmon një gjarpën. Dhe duke mënu mu u largu, i pa 2000, njëni i bardh, tjetri i zi. Ata u munojshin që t'ja këpusin tërkuzën. Mirë po, anësh këti bunarit i shkon do mjalë të hajke. Dhe në moment i del gjumi. S'po di që shta spjegoje këtë andër. Nuk pe kupton mesazhin e kësaj andre. Shkojte një dietar dhe ju drejtu dhe i tha se si ma spjegon ti mu këtë andër. Ju drejtu dhe i tha sa i përket luanit që vrapon të paseje, ai është me leku i vdekjes. Vazhdimisht ajt nga renë, vazhdimisht i kije mas. Kurse gjarpni në pus, gjarpni në bunar, është varë jotë. Në të cilin se cili për nesh kena me ra një ditë. Kurse sa i përket tërkuzës litarit, është jeta jote që i ke vepru, puna jote që i ke punu. Sa i përket 2000-ve njëni i barë që të rizi, janë dita edhe nata që marrin që e ha një jetën tane. Po, ju drejtu ki njërë që ka ka nojnë dhe rumë. Ajo është dunjaja, e ka e mëlsinën e madhe, sa herë që ta harojsh vdekjen, dhe ti kujtohet ki mjallët, në përmjet mjallës ti e ha dunjanë. Andaj mos ta harojmë se cili prej nesh si shembull edhe këtë ta kemi jetën tonë. Gjithashtu transmetohet se një kalif, një udhëheqës i muslimanëve, shpesh herë rritke duke mendu. Menojke. E njoni prej të afërmve të vetë ju drejtu dhe i tha, o emirul mu'minin, o udhëheqës i muslimanëve, shumë luks kije, jetën e mire kije, pare kije, pasunin kije, anë të shumë kone funit shumë me lahësh.
Dhe ju drejtua i tha, ku e di ti çfarë sa pare kam unë? Ku e di çfarë pasunie kam unë? Tha, po me ti që 50 vjet jetoj. Ju drejtua dhe i tha, nuk i kam vetëm se 50 dinar me veti. Unë alë dhe u habit, ki pse veç 50 dinar? Tha, e kam shpërnda. Zdu me veti me morë, sepse te ke funit e jemi anë që ta shka e kam shpërnda. Me veti nuk marë kur gjonë. Unë ja kam gajnë që tini 50 dinarve, shka do të bëjmë me këta. Më thonë, u habit edhe shërbetori, a thu valë ka kujtu se milionat dhe të ruje për vetë vetën e vetë. Sepse njerëzit shpesh herë mashtrohen mas jetës saj bote e cila është kalimtare. Në bashkarisht që lusëm Allahun Xheleshanu që këto këshilla të jenë dobishme fillimisht për mu, pas edhe për juve dhe Zotit Xheleshanu që ja kemi arritë sonte bashkarisht, ta kalojmë këtë natë të bukur, ta përfundojmë këtë vit me këtë në të jetë si adhurim ndaj Allahut Xheleshanu, sepse me xhliset e tilla që bëhen, takimet e tilla që zhvillohen, nuk janë të rastësishme në fenë islame. محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد خير خلق الله محمد خير خلق الله محمد